Jemi sërish bashkë të nderuar shikues, gati të shohim një material që na vjen përgatitur nga kolegu Edon Gërbani. Do të flasim për aventurat e kalerimit në Kosovë. Janë disa vende ku mundesh me kalu një ditë duke kaleruar. Më shumë detaje rreth saj mësojmë përmes këtij materiali. Këtë moment jam të përgatit kalin për me kaleru. Jam 14 vjeç, kaleroj që disa vjet. Kalin po e bënte gati vetë dhe aventura ishte gati të fillonte. Është vetëm 14 vjeç, por me Kalin është familiarizuar prej vitesh. Këtë herë, Olten e priste një rrugtim prej disa orësh nëpër një terren që për kalorësit nuk ishte as pak i lehtë. Këtë sot ka qenë marshi kalerimit që u kanë shumë i qëllum, ka pas kalorës prej gjithë Kosovës, po ashtu edhe shteteve të jashtme, ka qenë dikun 4-5 orë kalerimi, është kanë shumë i gatë, edhe terreni ka qenë pak i vështirë për shkak se për pjedze. Kur vjen në Bjeshk, rutina e saj nis pikërisht këtu, me një gjë të thjeshtë, kujdesin për Kalin. Por e fillojmë duke i ushqikuajt, pastaj duhet me ledhatu që mos më pas frikë kali prej teje. Kalerimi është bërë i zakonshëm, por frika dikur ishte pjesë e tij. Jam 14 vjeç, kaleroj që disa vjet, 2-3 orë gjatë ditës, kur vi këtu kaleroj kogja më shpesh, normal, kom pas frikë, se jam kanë më e vogël, ama tash nuk friksona hiç për kuajve, i du shumë, veç nuk duhesh me pas frikë, se kur kali e den që ti ki frikë për tina, atëherë mundet me livrit, mundet me bë manovra. Këtë herë, pasioni i saj u bë pjesë e një rrugë shumë më të madhe, nga Luboshta drejt Gurëve të Bardha, e më pas në Bjeshkën e Corvodës. 10 pjesëmarrës u bashkuan edicionit të parë të marshit të kalerimit. Dita sot u shku mirë, u kon udhë kogja e gotë, kogja vështirë u kon, po për mu jo. Kaleroj së shumë vjetë, çdo vikend kaleroj, është relax, bon më një mirë, kogja vështirë u kon, po përfundimi u kon një mirë. Dikush e njihte mirë terrenin, dikush po zbulonte për herë të parë, për një mërgjimtar nga Florida. Këto Bjeshk ishin një përvojë krejt e re. Jetoj në Florid, kështu hera parë që vim këtë Bjeshk. Po terreni se du se pak mosha po të vetëm. Sigurisht për gjenerat të re shumë më mirë, por na u knaqëm, sot na u knaqëm, një knaqësi shumë e madhe, një mikpritje shumë e madhe. Dhe ajo që pa gjatë rrugës, thotë se do të donte ta shihnin edhe mërgjimtarët e tjerë. Të thonë drejtën është një natyre mrekullueshme, edhe i preferoj të gjithë mërgjimtarët që kanë dëshirë të vizitojnë këtë natyrë, këtë tajrë të pastë, këtë bukuri natyrore. Me gjithë dëshirë, i ftoj të gjithë bashkëpunëtorët tonë që vinë për Shtetet Bashkuara të Amerikës të vizitojnë historinë, vizitojnë këtë Bjeshk më dha. Se ka është edhe nonën tjetër Kokaradusha, pastaj ka edhe një tjetër Bjeshk, Mokna, kështu që është mirë, se detin kur dush e ke. Por, jo të gjithë kishin ardhur për të zbuluar këtë rrugë. Disa ishin kthyer pikërisht sepse e njihnin. Unë jetoj në Gërbet që 40 vite në Suedi, kam ardhur për stafat për kalerim. Ka kanë kaleru prind tonë. Ka qenë terreni shumë i ashpër, se ka jenë ardhur ples tonë ty në herë. Nuk kemi ardhur në rrugën e asfaltume. Na ka marrë 4 orë. 4 orë këtë herë, por kujtesa kësaj rruge shkon shumë më larg. Përndryshe, ples tonë ku e në ardhë dejnë 6-8 orë kanë bo më ardhë kom, se nuk ka pas asfalt sale. Ta shtë jenë bon vim me makina për 1 orë. Për shkak se terreni është shumë i vështirë, shumë kush nuk guxon më hinë këtë terren, se është këtë karsha, shkëmbit mëdhej ka. Çdo vit vim në Kosovë, çdo vit vim këtu, kemi këtu stamet tona, kemi kualët tonë. Rruga që sot është aventurë, dikur ishte nevojë. Do të ketë rrugë na që e bom për para, unë se kur fëmijë 13 vjeçar e kom bom për 7 orë. Ishte pothuajse në moshën që Olta ka sot, por atëherë Kali nuk ishte pjesë e një aktiviteti rekreativ. Ishte mjeti me të cilin qohej ushqimi në Bjeshk.
Bile më kujtohet një rast fort, është një vend shkallë, i thojnë, murdzu kali, mirë dzej thaste milë, se bishim milë me ushqime, me kual milë e kryp ishte ushqimi kryesor, sepse qumshtin e djathën e mazën i kishim bjeshtu, se i kishim baktin, edhe nuk kisha fuqiun me qu thesin e me ngarku kalit. Kështu që meta që aty deri në ora 12 zheg, temperaturë madhe 40 gradë gati. Rasisht erdhë një udhëtar pe i Cerce, mal Kaliqoni, bgjeta aty të kajt, edhe ma boni, ma ngarkoj kalin me murë me vetim qitit e ngurat bardha. Do thot që konë vujtje, sfida, po tash i kemi knatësi edhe krenari që i kemi këta kuaj, që i bojmë këtë punë, që i afrojmë fëmin, e patë edhe vetë sa fëmijë, sa njeri u interesum, që i afrojmë ka të sportit, që i dojnë sportin. Dhe pikrisht ky ndryshim mes kohëve është pjesë e idesë së marshit. Dikur me kal për nevoj, sot me kal për sport, natyrë dhe kujtesë. Për para si fëmi kër im konë knatësi me pa një në atë kodrën atje nelt, kur po vjen me kali, i delëshim për para mës për në gëzën me nëj shriqer, me nëj bombon, me nëj diska, me nëj gjerenik të papjeku në dverë, e tash, po kom qef kur po shop plot njerës që po vinë me makina, po vinë me motora, po nia po relaksohen, po gëzohen. Ky ishte organizimi i parë i këtij lloji, por jo i fundit, thonë organizatorët. Do të vazhdoj, pe kom knatësi, është për herë të parë që marrë një event i tillë, po besoj që do të ardhmen, do të rritet, do të bëhet shumë e ma shumë. Të interesum shpat shumë, patëm edhe musafir për Mitrovice, për Skenderajt, për Amerike që punojnë në Amerikë, po ishin ardhur vetëm me pa eventin, se ju kishin interesu shumë. Kryesisht ka shku rruga shumë mirë, as ka pas lëndime, as ka pas lëndime kuajt, as ne, as kurrë, rruga ka shku shumë mirë. Marshi kaloi pa lëndimet e kalorësit apo kuajt, por organizatorët duan që prej tij të mbetet diçka më shumë se një ditë në bjeshk. Me u kallëzu sfidat e kalumës, mi lidh rinin, fëmin, mi lidh me kafshë, mi largu pak prej ekraneve televizive. Dhe ndoshta ajo lidhje tashmë po krijohet. Olta dikur kishte frikë prej kuajve, sot i përgatit vetë dhe kalon orë të tëra duke kaloruar. Normal, kom pas frikë, se jam konë ma e vogël, a më tash nuk friksona heq prej kuajve, i du shumë.